Përshëndetje. Në këtë video do të mësojmë se si me importu një file në Adobe Premiere. Mënyra më e lehtë për ta importuar një file është duke bërë drag and drop brenda dritarës së projektit. Nëse shkojmë në desktop tek folderi X projekti, klikojmë e hapim, pastaj klikojmë te Clips, edhe këtu i kam unë disa video. Edhe nëse i selektoj të gjitha, edhe i bëj drag and drop, edhe i lëshoj këtu. Shikone, shfaqen kështu. Nëse klikoj Ctrl+Z, do më thonë po kthena mbrapa. Gjithashtu këtu te Clips, nëse e selektoj gjithë folderin dhe bëj drag and drop, shikone, tani ju vendos sipas folderit. Përveç sajna, mundem edhe këtu te audio e kam një muzikë. Nëse klikoj edhe folderin audio, do më thonë këtë fajlat që janë brenda folderit bëhen këtu drag and drop. Importohen këtu. Nësa këtu kam opcionin mi shfaq apo du mi bu kështu të listume apo du mi shfaq kështu me folderat maj. Nëse klikoj te Clips, shikone, shfaqen këtu Clips. Nëse moj mauzin, do më thonë ikonën mbi video, shikone, lëviz pak, mundi me vrejt një ndryshim të vogël këtu. Nëse klikoj 2 herë, shfaqet këtu preview. Pastaj këtu e kemi mundësinë me po play apo me space. Ndërsa nëse video në këtë rast nuk ka z, nëse kish pa z, nëse klikomi këtu na shfaqet vetëm audio. Këtë rast këtu kthehem mbrapa, klikoj te audio. Shikone, audio e ka këtë pamje. Nëse klikoj 2 herë, shfaqet këtu. Edhe tani ka mundësinë me po play, për shembull këtë rast vetëm audio.